Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një prononcim për media, ka mbrojtur idenë e partisë së tij për krijimin e një qeverie tranzitore, duke thënë se është e vetmja zgjidhje gjithëpërfshirëse në rrethanat aktuale. Ai gjithashtu ka kritikuar mënyrën se si po zhvillohen seancat e Kuvendit të Kosovës, duke krahasuar situatën me një kasetofon të prishur. Sipas kryetarit të LDK-s, në propozimin e tij përfshihen dhe zgjedhjet, por theksoi se për këtë duhet dialog dhe bashkëpunim politik. Abdigjiku konfirmoi se do të marrë pjesë kur të ftohen në takimin gjithëpërfshirës propozuar nga presidenti Vjosa Osmani, duke theksuar se ftesa është vazhdimsi e idesë së LDK-s, edhe sipas tij realiteti në Kosovë është që askush nuk e ka shumicën. Askush nuk e ka shumicën në Kosovë, e meqense askush nuk e ka, le të ulemi të gjithë bashkë. Ne kemi bërë një propozim, por nëse partitë nuk duan, le të vazhdojnë të mblidhen dhe të tallen me qytetarët e Kosovës. Ideja jonë mund të mos jetë më e mira, por për momentin është e vetmja në tavolinën gjithëpërfshirëse, ka deklaruar Abdigjiku.